Jemi në një transmetim të drejt për drejt të breaking, në këtë momente do të ndalemi në një tjetër zhvillim. Pikërisht ka të bëj, po e ndiqni pas meje, është një udhëzim i Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me ofrimin e terapive hormonale për personat transgjinor në QSUT, që ka shkaktuar debate të shumta në publik, por edhe komunitetin mjekësor. Udhëzimi parashikon trajtim të kontrolluar për të rriturit dhe adoleshentët që nga mosha 16 vjeçare me mundësi për raste të veçanta që në 14 vjeç, por gjithmonë me konfirmimin e prindërve dhe të mjekëve. Kam kënaqësinë të kem të ftuar për të diskutuar mbi këtë çështje. Në studio me mua është kolega gazetare Matilda Bega. Matilda, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Kënaqësi, në lidhje direkte do na bashkohet zonja Linda Pano, aktiviste. Zonja Pano, të falenderoj. Përshëndetje. Që pranuat ftesën, po ashtu na bashkohet edhe Bernard Hulme, ish banor i Big Brother VIP 4. Bernard, përshëndetje. Përshëndetje studio, përshëndetje publikut. Në fakt është mësuar, apo është publikuar rreth 24 orë më parë ky udhëzim, edhe pse daton që në muajin prill, ka pasur reagime e debate të shumta, sot edhe një reagim nga Ministria e Shëndetësisë, do ta ndjekim shkurtimisht dhe më pas do të kthehemi për të diskutuar me të ftuarit tanë. Ministria e Shëndetësisë ka miratuar një udhëzim të ri që lejon për herë të parë trajtimin me terapi hormonale për persona transgjinor në sistemin publik shëndetësor shqiptar. Shërbimi do të ofrohet në Qendrën Spitalore Universitare në Tiranë, Nën Tereza, dhe do të financohet nga fondet publike. Udhëzimi përcakton rregullat mjekësore dhe procedurat që do të ndiqen për çdo pacient, si dhe mënyrën e monitorimit gjatë trajtimit. Sipas dokumentit, synimi është që terapia të kryhet nën kontroll të plot mjekësor, duke shmangur praktikat jo formale që janë përdorur deri më tani. Trajtimi parashikohet për të rriturit dhe për adoleshentet nga mosha 16 vjeç, por vetëm pas vlerësimit të specialistëve dhe me pëlqimin e familjes. Në raste të veçanta, terapia mund të merret në konsiderat edhe për persona mbi 14 vjeç, pas një vlerësimi më të detajuar. Në dokument theksohet se vendimi për nisjen e terapisë kërkon analizë të kujdesshme të gjendjes psikologjike dhe emocionale të personit, si dhe të aftësisë për të kuptuar efektet e mundshme afatgjata. Terapia do të përfshijë testosteron për persona transgjinor nga femër në mashkull dhe estrogen apo anti-androgen për ata nga mashkull në femër. Mirë, ndoqëm edhe këtë material, ndërkohë në këtë momente unë dua ta nis bisedën pikërisht me kolegen që kam të ftuar në studio, një çështje në fakt me ndikim etik, social dhe shëndetësor. Si e ke përcjell Matilda, qoftë faktin pra këtë udhëzim tashmë të Ministrisë së Shëndetësisë që ka hyrë në fuqi, nga ana tjetër edhe reagimin se si është përcjell në media, por jo vetëm. Pse shkaktoi aq shumë reagim? Është një projekt ligji i cili meriton të shkaktoj aq shumë reagim. Dhe për mendimin tim personal, unë mund t'ja vë emrin që me anë të kësaj terapie hormonale për transgjinorët do arrim në shkatrimin e familjes. Ose më së paku unë mendoj që synohet shkatrimi i familjes. Nga kush synohet shkatrimi i familjes? Këto unë mendoj se janë agenda ndërkombëtare, është normale, dhe janë të financuara. Unë mendoj edhe shumë më thjesht po ta shohësh në çdo film sot, në çdo platformë të mundshme, filmat flas të pas viteve 2020, kudo do kesh një çift gay, o lesbike, o gay, patjetër, nëse e keni vënë re. Dhe mendoj që synohet drejt asaj dhe për këtë lobohet dhe hidhen lekë të jashtëzakonshme, miliona euro në të gjithë botën. Unë mendoj kështu, sepse nuk ka mundësi që ti për një fëmijë që nuk ka mbushur 18 vjeç në aspektin më të ulët fare të mendosh. Është problem vetëm mosha në këtë aspekt, apo fakti që po investohet të sistemi shëndetësor, parat e taksa paguesve shqiptar, po shkojnë specifikisht për të dhënë hormone, kur në fakt duhet thënë që në spitale në Shqipëri ka një sër problematikash, mungesash, veçanërisht tek onkologjiku që ne kemi diskutuar vazhdimisht. Shiko, onkologjiku është, mund të them që është ai më pra cili është shqetësimi? Që nuk do duhet të jetë prioritet ky zë, apo thjesht çështja e moshës nën 18 vjeç? Shiko, mosha është dytësore. Për mua është alarmante që kam fëmijë poshtë 18 vjeç, se nëse më vjen fëmia dhe më thotë që unë ndjehem vajzë, sepse në rastin tim unë kam një djalë 15 vjeç, dhe më thotë që unë dua të marr hormone sepse dhe lejohet me pëlqimin tim dhe të shkoj dhe të vazhdoj. Ai 14 vjeç, 16 vjeç, ai nuk di ku është.
hormonet brenda ti luftojnë me njëra tjetrën. Jo më të vendosin nëse ndjehet djalë apo ndjehet vajzë. Por më tepër, pra shqetësimin kryesor e shet e mosha. Kryesor e shoh te fëmijët. E dyta është, unë jam totalisht kundër që paratë e mia si taksa paguese e rregullt e shtetit shqiptar të shkojnë në këtë drejtim. Kjo është skandaloze. Kur ti shkon dhe nuk ke, ti thua kur ja një të drejta këtij komuniteti absolutisht që do t'i japësh edhe shërbimin si kundër të tjerëve. Nuk kemi urgjencën, nuk kemi një paracetamol të shko thot mere jashtë. Pra ç'është prioriteti. Patjetër. Bernard, nisur edhe nga eksperienca e Britanisë së Madhe ku ti jeton e punon, si të duket ky zhvillim në Shqipëri, pse ka shkaktuar kaq shumë debat? E kuptoj shumë mirë pse ka shkaktuar debat, sidoqoftë ky është një hap i domosdoshëm në rrugën e gjatë që ne kemi për të hyrë në komunitetin evropian. Gjithmonë nëse shqiptarëve u shfaqet dëshira për të marrë pjesë në komunitetin evropian, në Europën e Bashkuar. Kjo në lidhje me gjithë propagandat që janë zhvilluar këto 48 orë të fundit, janë vetëm propaganda. Theksoj që protokolli me aq sa lexova unë nuk prek absolutisht asnjë kundrejt e të drejtave të njeriut, përkundrazi i përkrahur. Dhe i drejtohet vetëm adultëve. Një pyetje kisha unë për këtë në program, adult në Shqipëri e 16 apo 18? Pra 16 apo 18. Në fakt, zotësia për të vepruar fitoi të moshën 18 vjeçare. Në atë moment konsiderohesh madhor në Shqipëri, mund të votosh, të zgjedhësh dhe të zgjidhesh. Pra fiton një sër të drejtash që nën 18 vjeç nuk i ke në Shqipëri. Dafina duhet ta di Bernardi se në Angli po hiqet e drejta për 18 vjeçare. Kategorisht, unë personalisht si Bernard nuk kam qenë kurrë dakord me çdo gjë në lidhje me këtë aspekt në moshën 18. Kam qenë shumë i hapur, kam qenë shumë... Pra edhe ti Bernard, çështjen e moshës 16 apo me raste 14 e shes si shqetësuese në Shqipëri. Zonja Pano, çfarë efektesh do të ketë ky udhëzim në Shqipëri? Tashmë ka marrë fuqi ligjore, që nga publikimi i tij. Mua më vjen shumë keq sepse pash zënës ministrin e shëndetësisë që doli dhe manipuloi në një mënyrë spektakolare. Përdori terma që njerëzit masat mos kuptonte se çfarë po thoshte. Në fakt, shqiptarët duhet ta dinë që nga taksat e tyre do të implementohet ky shërbim. Foli që hormonet do t'i blejnë në farmaci, nuk do t'ja jap QSU-t-ja, ndoshta më vonë do të kalojnë në rimbursim. Është ulëritse në fakt, të shikosh që në Shqipëri mungon paracetamoli, morfina, edhe njerëzit vuajnë në dhimbje dhe agoni ekstreme, edhe ne mendojmë tani si ta akomodojmë një grup njerëzish që nuk është për hir të vërtetës, nuk është shumë i madh, dhe i trajtojmë ata si pacient. Nuk janë pacient ata janë, aq sa mund të jetë, janë klient. Janë klient, nuk janë pacient. Dhe pacient mund të jenë aq sa ç'është një person që do të bëjë një operacion plastik. Kaq janë dhe ata pacient. Edhe ne duhet të mendojmë... Ndoshta nuk shkon një krahasim i tillë me operacionin plastik, sepse operacion plastik është në këtë kategori përfshihet shumë gjendja emocionale, ndryshe nga të bërit një operacion për të zbukuruar. Po pse ai personi që shkon që bën operacion për të zbukuruar nuk e ka gjendjen emocionale? Nuk besoj se mund të bëhet një paralele. Është absolutisht paralele dhe unë po ta them këtë. Elon Musku është një nga personat më vokal tani për momentin kundra kësaj gjëje, kundra terapisë hormonale dhe tranzicionit gjinor, sepse ai vetë u gënjye me një nga fëmijët e tij, një nga djemtë e tij. I thanë që ose do të kesh një vajzë të gjallë ose një djalë të vdekur. Nëse ka një kauzë që ai i është përkushtuar kësaj kauze për ta luftuar. Zonja Pano, ju mendoni se duhet rishikuar mosha në Shqipëri apo jeni kategorikisht kundër? Shiko, për personat që janë majoren dhe për personat që kanë lindur me disfori seksuale, gjinore, absolutisht që duhet ketë trajtim. Edhe ka pasur trajtim dhe më përpara për këta persona, për kategorinë e dytë që unë fola.
por ne po merremi me fëmijët 16 vjeçar, me 14 vjeçar, që nuk e lejojmë as të bëjmë tatuazh, as të pinë alkool, as të japin makinës, as të votojnë, por në fakt i japin mundësi të vendosin që të ndryshojnë gjinin. Edhe mos më thoni që do ketë grupe ekspertësh, sepse praktika në vendet e tjera, në Amerikë, në Europën perëndimore, ka treguar që këta grupe ekspertësh zakonisht janë promovuesit më të mëdhenj të agjendës. Janë ata që i nxisin fëmijët qoftë edhe me një telefonat i japin aprovimin që ke nevojë për transition, sepse vetëm kështu do t'jesh i lumtur, do shpëtosh nga ankthi dhe do shpëtosh nga problemet e tua emocionale. Të gjithë e dim që ka ndryshime hormonale tek adoleshentët. Të gjithë e dim që adoleshenti nuk e di kush është, ndërkohë që fillon pjekuria seksuale, fillon ndryshimet hormonale, fillojnë identiteti të njohë veten kush është. Dhe ne tani ta nxisim dhe t'i themi, ti po i përjeton të gjitha këto gjëra, sepse ke lindur në trupin e gabuar dhe ke nevojë për transition. Unë nuk e di, domethënë, ku ka shkuar arsyeja, ku është arratisur arsyeja e njerëzve që bëjnë ligje të tilla dhe që i rekomandojnë që të hyjnë në fuqi menjëherë. Pa diskutim, çështja e moshës është një problem serioz. Edhe një gjë që dua ta theksoj, sepse kam dëgjuar që është folur shumë që i kundërshtoj me forcë këtë që po ndodh, por nuk flet njëri për efektet që do të ketë kjo gjë. A ju thot njëri që terapia hormonale për ndryshuar gjinin mund të të smuri me kancer në organet gjenitale? Që mund të kesh zemra mund të sëmuret, mërqia mund të sëmuret, mund të kesh hipertension, infertilitet, osteoporoz, mund të kesh probleme Por me gjasa gjë interesuar e merr këtë informacion edhe kur ke të konsulta mjekësore, zonja do ta marri? Zakonisht këta nuk t'i japin ose është si ajo ato shkronjat e vogla ose reklamat që bëhen për ilaçet në televizion, që thonë ky ilaç ka efekte anësore, por më shumë kontaktoni. Edhe e flasin me shpejtësi që të mos dëgjojnë, shkruajnë me shkronja shumë të vogla këto gjëra. Ne kemi përcjellës gjatë 24 orëve ka pasur edhe reagim të ligjvënësve, mbetet për të parë se sa larg do të shkoj kjo çështje. Bernard, sa i përket çështjes së moshës, por edhe për këtë kategori transgjinorët, si funksionon në Britaninë e Madhe? Ose nëse ti ke informacion edhe në vendet të Bashkimit Evropian? Në Britaninë e Madhe kjo është kuptohet 18 vjeç, ku ti mund të fillosh të marrësh një terapi. Britania ka kujtuar në lidhje me avancimin e këtyre ligjeve. Edhe për momentin më thënë drejtën është shumë afër me Shqipërinë në lidhje me renditjen në Europë dhe në vend në lidhje me ligjet për komunitetin në përgjithësi. Ama ne këtu po flasim për moshën që siç e thënë vetë është shumë gjë serioze dhe jam shumë dakord me faktin që deri në moshën 18 ti je akoma duke u formuar. Dhe për mua personalisht kjo gjë më duket e papërmueshme. Sidoqoftë bisedat në Britaninë e Madhe mund të fillojnë më herët, që është në mosha 16. Po janë thjesht biseda me psikologët dhe me terapistët. Absolutisht asnjë mas tjetër deri në moshën 18. Është shumë e vërtetë që si taks pagues është diçka që ti të shohësh është një prioritet, është shumë vërtet. Por më vjen shumë keq zonjat në këtë emision po flasim se kjo është për fakte kry. Ndërkohë që po flasim për një grup shumë minore në Shqipëri, 0.5%, dhe nuk po flasim me fakte të kryera, sepse nëse arrisem në këtë vit, do duan vite, edhe nëse ato vite kalojnë në ato, do jetë nëse është në mundur ti marrësh. Nuk është pak Gjithsesi, është edhe çështje prioritetesh, Bernard, sepse kur diskutojmë që ata në stadin terminal tek onkologjiku apo edhe në reparte të tjera nuk marrin dot të shërbimin mjekësor, ata janë në rrezik për jetën, ndoshta i kanë titet të numëruara, pra pa diskutim që kategoritë të tjera kanë më shumë prioritet, do duhet të kenë më shumë prioritet edhe në drejtim të shpenzimit edhe mënyrës se si çohen taksat. Britania e Madhe ka nga 18 vjeç, Matilda. Pra, Britania e Madhe ka qenë pjesë e Bashkimit Evropian doli pak
pak vite më parë, gjithsesi një nga vendet më të zhvilluara në Perëndim edhe në aspektin e të drejtave të njeriut. Ndërkohë në Shqipëri 16 dhe 14. Nga ka dalë kjo. Pra, kush është ai grup ekspertësh që ka sugjeruar që Shqipëria është për një moshë të tillë për ta aplikuar? Ka dhe Britania e Madhe, kanë shumë shtete të tjera, kanë shtetet nordike dhe të arrish Shqipëria me një minoritet kaq të vogël në minorancë sa që janë që kanë nevojë. Sikur edhe 5 veta do duhet i marrin trajtimet, por pa diskutim prioritetin që do duhet të ketë paketa e Ministrisë së Shëndetësisë. Bernardi thot nuk jemi pacient, po merr trajtimin në spital ka mjek, infermier, roje dhe pacient që shtrohen. Qofse nuk janë pacient, atëherë të shkojnë ishte një aty ke vendimi që lexova, ishte me flet pëlqimi. Pra fëmia im 14 vjeç ose 16 duhet t'japi flet pëlqimin e tij dhe të vendosi që të marri me flet pëlqim, pra flasin për një pëlqim. Atëhere, plus kanë folur dhe me mjek, po mjek që janë të fushës dhe më kanë thënë që në shumicën e rasteve, jo 100% e rasteve, nuk diskutohet, kanë dhe probleme psikologjike. Dhe ne kemi edhe transgjenor në Shqipëri që kanë deklaruar që kur i kanë bërë këto terapi, kanë qenë konfuz. Dhe sot, madje në botë janë bërë gjyqe të mëdha, basi janë bërë majoren, i kanë hedhur në gjyq, pse me keni bërë terapin, unë kanë qenë minoren, dhe janë dhënë miliona euro dëmë shpërblime për këto persona. Dhe Shqipëria, një vend që t'i shkon në urgjencë dhe e merr serumin në këmbë, që korridoret janë me një perde dhe gjoja ati ke pensionistët që nuk kanë bukë, me pensionin e tyre nuk i del, t'jetojnë, nuk marrin dot një shërbim në urgjencë dhe ne nga taksat tona të paguajmë për transgjenorët, për kura hormonale, unë jam totalisht kundër. Dhe në qofse Bernardi thot që ju aspironi në Bashkimin Evropian, qofse është ky Bashkimi Evropian, unë personalisht nuk dua fare. Bernardi besoj e ka në kontekstin që të gjitha kategorive, të gjitha grupimeve do duhet u ofrohet të shërbimi me cilësi, të trajtohen me dinjitet. Pra, nuk lidhet drejt për drejt të Bashkimi Evropian me komunitetin. Edhe me fe, ne jemi një popull që besojmë shumë në Zot. Unë jam një ndërto, si që kemi dhe ateistit, si që kemi dhe nga ato që nuk besojnë. Po them në përgjithësi, edhe me Kuran, edhe me imam, ti të flasësh, të lexosh Kuranin, ka vetëm një burr dhe një grua, të cilët bëjnë familjen. Po kalon temë tjetër. Edhe kjo kalojmë, devijojmë shumë edhe të qëndrojmë argumentit. Po Bernard. Cili ishte profesioni juaj, Matita, ju lutem? Gazetare jam. Gazetare, oke. Përsi ishe psikologë. Nuk jam psikologë. Zonja Pano, çështja e moshës, pra rasti Britanisë së Madhe nis nga 18 vjeç një zgjedhje e tillë, pra preferenca në momentin që mbush moshën madhore për të marrë ose jo hormone. Në Shqipëri, kush e ka propozuar, ju keni dieni pse 16 vjeç është përcaktuar si kufi, ndërkohë në disa raste specifike mund të shkojë dhe në 14, me pëlqimin e prindit, por edhe me konfirmimin e ekipit mjekësor. Unë kam pasur një debat shumë të ashpër në fakt tek Ministria e Shëndetësisë përpara ndoshta një viti ishte, kur po kërkonin edhe në media, edhe tek televizioni juaj, kur po kërkonin të kalonin ligjin e surrogacisë dhe brenda ligjit të shëndetit seksual dhe riprodhues, ishte përfshirë edhe idea e abortit të vajzave 16 vjeçare pa miratimin e prindërve dhe këto terapit që ne po flasim tani. Tani këtë ligj e kanë hequr nga i ligji i madh që kërkonin të bënin për surrogacin dhe e kanë bërë më vete dhe ligji për barazin gjinore u ka hapur derën që ta implementojnë dhe ta fusin në zbatim me njëherë. E di çfarë është meraku im? Ky ligj i barazisë gjinore në shtator e ka lejuar këtë Mirela Kumbaron që të bëj një kurrikul që të shkojë tek fëmijët e kopshtit edhe të çerdhes dhe t'i mësoj ideologjinë gjinore. Dhe unë jam e sigurt që numri i fëmijëve që do të kërkojnë terapi hormonale mbas disa vitesh, mbasi ideologjia gjinore të hyjë nëpër shkolla, do të rritet. Dhe është e pa diskutuar. Është e pa diskutuar. Unë e di këtë gjë sepse a ka të dhëna në shtete të tjera që ka pasur këtë efekt zonja Pano, sepse ky konsiderohet një edukim, informim në fazat të hershme. Ka të dhëna në shtetet e tjera, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, disa nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka të dhëna dhe mos më ndërry të lutem, të mbaroj unë dhe pastaj fol.
dhe Norvegjia për shembull dhe disa vende në Skandinavi e kanë hequr, e kanë pasur më përpara tranzicionin ose terapinë hormonale tek fëmijët dhe e kanë hequr sepse dëmtimet tek fëmijët edhe ndërkohë që ata rriteshin ishin të paksyshme, të pariparueshme. Kështu që nuk lejohet më. Ne në Shqipëri na pëlqen të eksperimentojmë dhe duket që ka një grup njerëzish që ka një agjendë të caktuar që kërkojnë tifusi shqiptarët në një eksperiment të madh që normalisht nuk ka nevojë të presin për rezultatet se i kanë parë rezultatet në shtete të tjera, në vende të tjera që e kanë ndryshuar këtë ligj. Kështu që në ndërkohë që ne do të merremi me ideologjinë dhe ky ligj nuk është bërë tani, e kanë bërë që në shtator të vitit 2025. Dhe tani po nxjerrin për publikun dhe po e çojnë për implementim, sepse e kanë nxjerrë që në shtator të 2025 pa qenë fare, domethënë i aplikueshëm për shkak të barierave ligjore. Edhe ligjin për kurrikulat ose ndryshimin e kurrikulave nëpër shkolla ka filluar që në tetor të 2025-s. Pa kaluar ligji për barazinë gjinore, kështu që agjenda është e qartë, agjenda vazhdon me projekte të tipit në këtë vit do të bëjmë këtë, në këtë muaj do të bëjmë këtë dhe megjithatë, po edhe shumë aktivistë të shoqërisë civile kanë qenë pro zonja Pano, sikundër ju keni përcjell edhe debatet për ligjin e miratuar vitin e shkuar. Më lejoni të përcjell edhe për audiencën? Po, më fal. Do ta vijojmë. Cilët aktivistë të shoqërisë civile? Ata që marrin fonde për ta bërë këtë gjë? Sepse normalisht ka një grup shoqatash që financohen drejt për ta shtyrë këtë agjendë. Jetojnë në këtë lloj mënyre për ta shtyrë këtë agjendë. Edhe mua më vjen shumë keq sepse targeti janë fëmijët dhe janë fëmijët në moshë sa më të vogël. Pa diskutim, këto janë çështje shumë sensitive dhe do duhet të kalonin në një tur. Çfarë ndodhi në Paris? Pa diskutim që çështje zonja Pano. Pa diskutim që çështje të tilla janë shumë sensitive, Bernard, të lutem, do duhet të kalonin në një tur të gjatë konsultimesh në Shqipëri, megjithatë edhe kur ndonjëherë shënohen se janë realizuar këto të fundit, bëhen krejtësisht në mënyrë formale. Dua të përcjell në këto momente reagimin e zëvendës ministres së shëndetësisë Eugenia Tomini, është pikërisht ajo që ka firmosur këtë udhëzim, ka sqaruar se udhëzuesi mbi trajtimin hormonal përbën një dokument orientues klinik dhe jo një protokoll përfundimtar terapeutik. Ky udhëzues është hartuar mbi bazën e praktikave dhe rekomandimeve ndërkombëtare si dhe të vlerësimit të një ekipi multidisiplinar specialistësh, thekson në reagimin e saj zonja Tomini. Sipas saj, dokumenti ka si qëllim orientimin e profesionistëve të shëndetësisë në procesin e rekomandimit të terapisë hormonale për individët që referohen në këtë shërbim dhe nuk rekomandon nisjen e trajtimit në fëmijëri. Në lidhje me çështjen e rimbursimit, Tomini sqaroi se udhëzuesi nuk trajton dhe nuk përcakton skema rimbursimi për medikamentet hormonale, dokumenti përfshin vetëm rekomandime të përgjithshme. Është pikërisht ky reagimi i zonjës Tomini pas debateve dhe reagimeve të forta që kanë ardhur nga grupime të ndryshme qytetare me njëherë pasi është mësuar. Zonja Pano, një koment fundit para publicitetit. Është manipulim. Sepse zonja doli dhe tha që këta pacient ose klient do të kenë analiza, do të kenë vizita të rregullta, do të kenë terapi të ndryshme edhe psikologjike, edhe gjithë këto do të realizohen nga fondet publike, ndërsa hormonet në qoftë do shkojnë t'i marrin në farmaci për momentin derisa të vendoset për skemën e rimbursimit të tyre. Mirë, absolutisht është manipulim. Po, do ta diskutojmë. Më lejoni të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak.